Një opozit në krizë. Tiranë, në politikën shqiptare prej vitesh po përsëritet I njëjti model. Partitë nuk ndërtohen rreth institucioneve, por rreth liderëve. Dhe sot, ndërsa Partia Socialiste është identifikuar pothuajse plotësisht me kryeministrin Edi Rama, një pyetje po shtrohet gjithnjëherë më shpesh për opozitën. A është Partia Demokratike bërë gjithashtu një parti e lidhur ngushtë me një figurë të vetme, atë të Sali Berishës? Kjo dilemë nuk është vetëm një debat politik. Ajo lidhet drejt për drejt me mënyrën se si funksionon opozita në Shqipëri dhe me aftësinë e saj për të ofruar një alternativë reale qeverisë. Kriza e Partisë Demokratike shpërtheu publikisht në vitin 2021, kur kryetari I atëhershëm I partisë, Lulzim Basha, përjashtoi nga grupi parlamentar ish kryeministrin Sali Berisha. Vendimi erdhi pasi Departamenti Amerikan I Shtetit e shpalli Berishën non grata, duke e akuzuar për korrupsion të rëndësishëm. Ajo që pasoi ishte një nga përçarjet më të thella në historinë e opozitës shqiptare. Mbështetësit e Berishës organizuan kuvende paralele dhe kërkuan rrëzimin e Bashës nga drejtimi I partisë. Për më shumë se 2 vjet, Partia Demokratike funksionoi si 2 struktura rivale që pretendonin legjitimitetin e saj. Konflikti përfundoi në gjykata. Në vitin 2024, një vendim I gjykatës së apelit I dha vulën dhe logon zyrtare të Partisë Demokratike kampit të Berishës, duke I rikthyer atij kontrollin formal mbi partinë. Por vendimi juridik nuk e zgjidhi krizën politike. Për shumë analistë, problemi I opozitës shqiptare është më I thellë se një konflikt I brendshëm. Ai lidhet me faktin se Partia Demokratike vazhdon të identifikohet fort me një lider që ka dominuar politikën shqiptare për më shumë se 3 dekada. Në shumicën e demokracive parlamentare, humbjet e përsëritura zgjedhore çojnë në rinovim politik dhe ndryshim leadershipi. Në Shqipëri, ky proces ka qenë shumë më I ngadalë. Partia Demokratike ka humbur disa zgjedhje radhazi përballë socialistëve të Edi Ramës, ndërsa opozita mbetet e fragmentuar dhe shpesh e përfshirë në konflikte të brendshme. Rezultati është një sistem politik ku 2 partitë kryesore identifikohen fort me liderët e tyre. Partia Socialiste është e lidhur ngushtë me figurën e Edi Ramës. Partia Demokratike, në mënyrë të ngjashme, vazhdon të rrotullohet rreth figurës së Sali Berishës. Ky personalizim I politikës nuk është unik për Shqipërinë. Por në një demokraci të brisht, ai mund të dobësojë institucionet partijake dhe të kufizojë hapësirën për rinovim politik. Për Partinë Demokratike, sfida nuk është vetëm të fitojë zgjedhjet e ardhshme. Sfida është më themelore, të tregojë se mund të funksionojë si një institucion politik që shkon përtej figurës së një lideri të vetëm. Sepse në fund, cilësia e opozitës është një nga testet më të rëndësishme të çdo demokracie. Në Shqipëri, ky test mbetet ende I hapur.